Kur po I drejtohemi fundit të muajit korrik, investimi I nisur në pjesën fundore të shëtitores Taulantia nuk ka përfunduar pavarësisht premtimeve të inxhinierit të firmës zbatuese dhe kryetares së bashkisë Emiriana Sako, se do të mbyllej brenda muajit qershor. Besojmë deri nga fundi I majit, brenda muajit qershor të kemi përfunduar. Pra sezoni turistik do ta gjejë këtë investim publik të përfunduar. Patjetër, kështu pretendojmë. Në kantierin e ndërtimit të hapur në shëtitore mbretëtare, që është hapësira publike më e madhe dhe më e frekuentuar në Durrës, për të dytën verë radhazi nuk ka as punëtor dhe as mjete të rënda. Pavarësisht se janë vendosur 150 pergolatet e betonit të parashikuara në projekt, punimet nuk janë përmbyllur duke dëmtuar aspektin viziv të kësaj hapësire publike. Qëllimi I projektit të studio spanjolle të themeluar nga arkitekti I famshëm Ricardo Bofill ishte pikërisht përmirësimi I imazhit të kësaj hapësire. Zvarritjet e punimeve për 2 vite me radhë I kanë lodhur qytetarët dursak. Fillon mirë, në fillim, po shqyrë tham neve do bëhet një zgjerim, një zbukurim, një gjatë, një vëndslodhje për ne. Jore ka 2 vjetë që unë ka ngelu kështu, erdhi dhe Rama erdhi kryeministri, ishim me pam në këtë kur erdhi, foli me këta administratorët e këtyre, dhe thanë në fund të qershorit ne përfundojmë, thanë. Okej. Kaloj qershori, korriku, po vjen ngushti. As nuk qenë kohë, ose se kanë hapur. Kjo është për dëshëru, jo vetëm për këtë, po dhe për rrugët, gjithë e gjejnë me gjithë punimet kohën e verës që është turizmi. Fatkeqësi. Fillohet, mbarohet. Që me fondet, që zbarohet, ku si ha, që s'punohet. E zbetatet, a prish punë, sa duat, ja, e bërë shumë si kalkulit, më falë, e bërë si kalkulit, pse më zbarohet. Po për 3 vjetë, qa është dhe punë e madhe kjo? Këta edhe kur nisin të punojnë në një lagje, punojnë shumë, por kjo është një vepër e rëndësishme dhe e madhe dhe kërkon kohë të realizohet. Avash dhe gjën bëhet. Po me që premtuar që do të përfundohet A keni gjuhë Ramën, nuk rritin fëmijët për I herë, lindin edhe koha bat vetën. Një gjë që fillon duhet marrë. Sepse pos filloj gjë, mos filloj tjetër. Se kur I kap edhe një koqirje në shtëpi, maron njërë në punë të shtëpisë, pastaj fillon po në gjellën, maron gjellën me edhe një punë tjetër. Gjë e bukur është e mirë, por vonesat nuk justifikohen. Ku merr angazhime bashkia do t'i përfundoj, do t'i bëj, do t'i realizoj. Ato, jo me ne që mes sezonit e kalon kështu, shivi si kalon. Tërë për faqezes, një Durrës, që po vinë bota këtu me pa Durrësin, bashkia nuk e shef. Punimet e nisura vitin e kaluar që në parashikuar të zgjasnin 8 muaj, por ky është një tjetër investim publik që nuk përfundon brenda fateve të përcaktuara. Projekti financuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe që konsiston në vendosjen e 150 pergolateve për gjatë një gjatësie e rreth 200 metra dhe ndërtimin e një dallkthyesi është pritur me reagime të ndryshme nga qytetarët, pasi jo të gjithë e konsiderojnë si të përshtatshëm për këtë hapësirë publike. Përgjithësi mirë. Kur të përfundoj, do duket më bukur. Zem pamjen, zem detin, zem bukurin. Për mu është e tepërt. Ishte shumë bukur vetëm e detin. Durrësi do detin, nuk do kështu kolonash. Shumë bukur, mrekulli. Kur të mbaroj e ki për ta pa. Tashti që kanë bërë në përqeshë, thonë do hapet vend, do vjen tavolina, thonë. Po diçka të bukur do bëhet, se ku e kanë marrë të projekt tana, patjetër që e kanë studiuar që do bëhet diçka e bukur. Sigur e kanë zonë pamjen e detit, këtu. Kantieri është kthyer për gjatë gjithë gjatësisë së tij, në vend depozitimi mbetjesh të ndryshme, ndërkohë që të gjithë ata turistë dhe vizitorë që dëshirojnë ta shohin të përfunduar, do të duhet të rikthehen sërish verën e ardhshme në po të njëjtin vend.